Mos i neglizhoni, sulmi kardiak janë simptomat që nuk duhet t'i injorohen. Dhimbjet në krahëror, vështirësi në frymëmarrje, rrahjet e shpejta të zemrës dhe humbje të ndjenjave janë disa nga simptomat kryesore të një arresti kardiak. Ato mund të shfaqen në orë, në ditë dhe në javë përpara se një person të fillojë të pasojë ndryshime të tilla, por injorohen nga pjesa më e madhe e njerëzve. Ky është konkluzioni në të cilën ka dalë një grup ekspertësh në Institutin e Zemrës në Los Angeles. Në studim u përfshin rreth 1100 persona midis moshës 35 dhe 65 vjeçare, që kishin kaluar një atak kardiak dhe kishin mbijetuar. Gjithashtu rezultuan edhe intervistat me miqtë ose familjarët e tyre të personave. Nga përgjigjet e marra rezultoi se ata kishin pasur dhimbje krahërori dhe vështirësi në frymëmarrje një muaj përpara arrestit kardiak. Një pjesë e personave i kishin këto shenja edhe një ditë përpara se të kalonin infarktin. Nga studimi u vure se meshkujt ndjeheshin kryesisht më shumë dhimbje në krahëror, ndërsa femrat kishin më shumë vështirësi gjatë frymëmarrjes së tyre.